Det Gjon Luli i Hotit. Det Gjon Luli lindi në Traboin në vitin 1840, i përkit të bajrakut të Detvukajve të fisit të Hotit. Në atë kohë, Hoti mbahi i pari bajrakve të Malësisë së Madhe. Det Gjon Luli ishte djali i parë dhe i vetëm i Gjon Lulit dhe ju dha emri gjyshit Det. Det Gjon Luli ishte martuar shumë i ri me Prenda Gjeloshin, me të cilën kishte pasur 4 fëmijë, 2 djemë dhe 2 vajza. Det Gjon Luli ishte antar i lidhjes së Prizrenit, mori pjesë në qendresën organizuar për mbrojtjen e Hotit e të Grudes kundër Kongresit të Berlinit për të lëshuar territor principatës së Malit të Zi. Në vitet e fundit të shekullit të 19, Det Gjon Luli u aktivizua përsëri në lëvizjen për autonominë e Shqipërisë, mori pjesë në mbledhjen e përfaqësuesve të popullsisë së Shkodrës, që vendosi bashkimin me lidhjen e Pejes. Aftësitë e tij si organizator, si prirës luftarak dhe si udhëheqës popullor, u shfaqen sidomos gjatë kryengritjes anti-osmane të vitit 1911. Për herë të parë, pas periudhës së Gjergj Kastriotit, në vitin 1911, flamuri shqiptar është valvitur në malet e Degjixhit në Tuz për gjatë betejës së Degjixhit. Në udhëheqjen e tij, malësorët e Hotit, të Grudës e të Kelmendit korrën suksese të rëndësishme kundër forcave osmane dhe i detyruan qeverinë të hynte në bisedime me ta. Në bashkëpunim me qarqet patriotike, ata parashtruan në memorandumin e Gergjes kërkesën për autonominë territoriale administrative të mbar Shqipërisë. Det Gjon Luli i qëndroi besnik deri në fund luftës për krijimin e shtetit kombëtar shqiptar. Edhe pas shpalljes së pavarësisë, për shkak të gjendjes së krijuar nga luftrat ballkanike e vendimet e padrejta të konferencës së ambasadorëve në Londër, Det Gjon Lulit ju desh me gjithse në moshë të thyer të vazhdonte luftën për mbrojtjen e vendit dhe bashkimin kombëtar.